Liceu francez i Korçës do të jetë pjesë e strategjisë kombëtare të arsimit 2027-2032, e cila është miratuar në mbledhjen më të fundit të qeverisë. Lajmi është bërë i ditur nga Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro. Kemi disa projekte konkrete që do të jenë pjesë e kësaj strategjie, siç është ndërtimi dhe krijimi, hapja e liceut francez me orientim shkencën dhe teknologjinë si një produkt i përbashkët i marrëveshjes së dy qeverive, asaj franceze dhe shqiptare. Sigurisht në qytetin e Korçës, ndërkohë që flasim sapo kemi hedhur për konsultim publik ligjin e posaçëm për hapjen e këtij liceu, që do të jetë njëkohësisht me dy diploma, maturën shqiptare dhe maturën franceze, të homologuar nga Ministria e Arsimit të Francës, me idenë e krijimit të një modeli ekselence pikërisht në ato fusha që janë prioritet i arsimit lart dhe kërkimit shkencor, teknologjia, informacioni dhe përgatitja edhe e studentëve të ardhshëm për degë siç është Politekniku apo degë të tjera të teknologjisë informacionit. Sipas ministres, strategjia kombëtare e arsimit 2027-2032 do të ketë prioritete të përcaktuara qartë, si për arsimin parauniversitar, ashtu dhe arsimin e lartë e kërkimin shkencor. Kjo strategji do të përfshijë modernizimin e kurrikulës në arsimin parauniversitar, i cili ka nisur që këtë vit me klasat e para, të 6-ta dhe të 10-ta, e do të vijojë deri në vitin 2032, deri në përfundim të gjithë ciklit. Do të vijojë me të njëjtin intensitet plani për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit në të gjithë sistemin parauniversitar, në menaxhimin e sistemit përmes platformës SMIP, e gjithashtu do të vijojë pajisja e 1000 shkollave me laborator inteligjent dhe pajisja e mësuesve të sistemit të mesëm të lartë me laptop. Për sa i përket arsimit të lartë, ministria u shpreh se fokus është cilësia dhe ndërkombëtarizimi.